Mirë se vini në podcastin të flasim. Dhe sot do flasim për një temë sa të diskutueshme, por edhe sa të nxehtë për ne emigrantët këtu në Angli, por edhe për ballin tonë në vështirësimin në mes të dy botëve, këtu dhe në Shqipëri. E kam thënë dikun atje që neve jemi me një kam kënej dhe me një kam anej. Pra, ky brezi jonë nuk po e gjen paka shumë veten këtë. Jo ndoshta edhe për fajt tonë. Nga një herë historitë e bukura dhe takimet e bukura ndodhin fare rastisht. Në qendër të Londrës, në Leicester Square, mua aty në qendër ku ka një popullsi gjithmonë të shtume, më boni përshtypje një zotëri me një bluzë ku kishte dveshur atë bluzën me portretin e heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dhe më njëherë ju afrova dhe filluam një bisedë që do ta vazhdojmë edhe këtu. Sot i ftuari im nuk është vetëm një emigrant, por ai ka disa veçori që shumë prej nesh i kemi edhe ne, po ai shfaq. Fjalën, mendimin e thot hapur. Ka mbi 3600 shkrime ku flet për problemet e shqiptarëve në Angli, por edhe atyre në Shqipëri. Dhe atë që e thot me zë hapur dhe nuk i bën përshtypje fare se çfarë thuhet para e mbrapa. Pra, është edhe një baba i mrekullueshëm, baba i 3 vajzave. Është një gjysh krenar, por mbi të gjitha është një njeri që i rri fjalës dhe mendimit të tij dhe i qëndron dhe s'ka si të ndodhte ndryshe, sepse nga origjina nga vjen një lap, po nga ato lebrit me një grop madhe këtu, dhe një patriot i flakt, dhe atë e shfaq gjithkund, sidomos këtu në Angli, në aktivitete dhe jo në aktivitete. Dhe sot kam ftuar Ilir Dedin. Mirë se erdhe Ilir, dhe faleminderit që pranove të vish. Mirë se u gjetëm dhe faleminderit ftesën. Si ishte, kush është Ilir me pak fjalë dhe si ishte piknisja jote për në Angli? Si çdo shqiptar, i gjendur përballë një situate jo të dëshirueshme, përballë atyre vështirësive të krijuara në shumicën e rasteve të shqiptarëve nga ana ekonomike, ndërsa unë pata fatin të kem një situatë në aspektin e diskriminimit të punës dhe politik. Si një emigrant politik, kam ardhur në Angli. Pa diskutim që vështirësitë e çdo emigranti janë dëgjuar, janë thënë, janë bërë histori, janë bërë filma. Çdo kush i ka të ndryshme, po e përgjithshme është që emigrantët largohen sepse vendi i tyre nuk ka shpresë, vendi i tyre nuk i mba afër xhirit vet, edhe kjo është arsyeja e largimit të tyre. Edhe unë, si gjithë emigrantët e tjerë, emigrova për një jetë më të mirë, për të gjetur atë që më mungonte në vendin tim, në shtëpinë time. Si ishte ajo përballja e parë kur erdhe këtu, në një botë tjetër, në një realitet tjetër? Dhe sigurisht ke ardhur, pastaj ke krijuar edhe familje, ke sjellë edhe familje këtu. Dhe vështirësitë dieshin atë. Patjetër, unë kam ardhur me gjithë familjen, kam ardhur me 2 goca në Angli. Si çdo kush, edhe kur shkon mysafir te një shtëpi, nuk je në shtëpinë tënde. Jo më kur shkon në një shtet tjetër që je i huaj, edhe në mes të panjohurës, në mes të paditurave, në mes të një ambienti që nuk të përket tyja, po je i detyruar për shumë arsye, për mira vendime që të bashkëjetosh, të integrohesh në jetën sociale, në jetën shoqërore. Dhe kjo ka qenë. Patjetër ka pasur vështirësi, patjetër që ka vështirësi, si dikur që ishim të panjohur dhe sot që jemi të njohur, vështirësitë
qëndrojnë, jo në vështirësitë më të vështira, apo në vështirësi më të lehta jemi sot. Cili është një moment i joti që në atë kohë ke thënë, po unë se erdha këtu? Momenti tim që më ka vënë në mëdyshje dhe në dyshime që të largohem, të mos qëndrojmë më këtu, më në këtë vend ka qenë, domethënë rreth 15 ditë mbasi isha regjistruar, mbasi kisha dorëzuar këtij shteti të gjitha dokumentat e mia, me pasaportë, me certifikat familjare, me procedurën gjyqësore që isha i dënuar në Shqipëri nga shteti, më kthyen negativ, edhe duke parë gjithë ambientin që në rrethonte, njerëzit tanë të afër se si ishin paraqitur këtu dhe se kishin pasur mundësinë të merrnin lejen e qëndrimit, po ndjej veten pak si të tepërt, thoshja gjithçka që unë dua, ua parashtroj, ua jap, lëm tavolin këtij shteti dhe këta më kthejnë një përgjigje negative. Po këto që në gjërat momentit kaluan me sakrificë patjetër, me përballë gjyqeve, morëm, domethënë 2 vjet mbasi kam ardhur këtu, kam marrë lejen e qëndrimit dhe ja ku jemi sot kësaj dite. Po, a je përballë, domethënë me atë nuk po quhet diskriminim, se këtu s'ka pas me atë të vërtetën. Po a je përballë, ka pas sa fërkime, sidomos jo atëherë, po tash po ka edhe më shumë do fërkime, qoftë sociale, qoftë politike, qoftë mediatike, kundrejt shqiptarëve. Dhe në pyetja është, zoni jot është çdo kohë në ato rrjetet sociale dhe në mundësi ku t'jepet ty mundësia me fol për problemet e shqiptarëve. A kemi ne probleme këtu në Si çdo komunitet dhe ne shqiptarët kemi problemet tona. Bile problemet tona janë më të theksuara se kushdo, sepse neve këtu jemi bërë delja e zezë e politikës britanike për të nxjerrë dikën si shembull, kanë marrë gjithmonë shqiptarët. Patjetër që në çdo komunitet, çdo shoqëri, çdo kom ka drujt e drejta, ka dhe drujt e shtëmra. Po neve nuk mund të cilësohemi si drujt e shtëmra kur 95% e tyre janë në rrugën e drejtë, 95% e tyre japin kontributin të shtet, kur fëmijët tanë sot i kenë çdo fushë të jetës në Britani, edhe ne përsëri, edhe sot në vitin 2026 quhemi delja e zezë, shqiptarët. Më falë që po të ndërpres tu, po nuk na lëmë një qikë ma shumë tu. Problemi është se delja e zezë jemi ne për këtë, po pse jemi? Ka një pse gjithmonë rrapë. Shiko, ne jemi në njerëz me 2 nëna, me nënën tonë të vërtet dhe me njerëkën. Ne këtu jemi të njerëka, nuk jemi të nëna e vërtet. Nëna e vërtet na dha rrugët. Në kuptimin nëna e vërtet, po i them shtetit, nga ne bim. Kurse këtu jemi të ky shteti njerëk. Njerëka sa do e mirë të bëhet, përsëri është njerëk. Edhe këtu ne jemi marrë, sepse kemi dhe atë mungesën e nënës vërtet, të na mbrojë, të na gjendet, edhe prandaj jemi përplasur edhe jemi delja e zezë këtyre. Po kjo është një ndër. Patjetër që është një ndër, dhe unë po them atë që unë ndjej edhe e shpreh edhe e shoh. Edhe jemi përballur me këtë realitet prej vitesh. Sa herë që këtu ka pasur ndërshje politike, këtu ka pasur probleme të partisë në pushtet, për herë janë përmendur shqiptarët. Jo se janë përmendur vetëm ne, janë përmendur çdo komunitet, po ne po flasim për komunitetin tonë. Domethënë, po ta marrësh në ana logjike, ta analizosh e të thuash që sa përqind zëm ne në këtë shoqëri, edhe ku jemi ne tani, po i bie sikur ky është diskriminim ndaj nesh nga ana e politikës britanike. Po pse pikërisht ndaj shqiptarëve? Pse? Sepse këta duan një shemb. A kemi gabime? A kemi faje? Shiko, nuk ka një fjalë popullore në jug thot pyll pa dërra. Nuk ka komunitet pa njerëz që kanë problematika, po nuk është kjo ajo që na përfaqëson neve, sepse shumica tonë nuk është sepse jemi problematik. Shumica tonë mbi 95% janë njerëz që ngrihen në orën 5 në mëngjesit dhe vjen në orën 7 darkës në shtëpi. I kanë ndërtimi te mjekësia, tek çdo lloj administrate,
ofiset më të mira që ka Londra, janë fëmijët tanë, janë njerëz që punojnë. Dhe kjo është ajo që ne na përfaqëson me të vërtetë. Jo sepse jemi ata që këta duan të na shfaqin neve. Po, ku qalon të shi problemi, sepse gjithë këto që i thu të jam shumë dakord të në. Problemet... Qalon dikun problemi që ato e kanë një zanafil që i katën. Sepse ka edhe Polak, dhe Rumun, ka edhe shtesa të tjera, Afganistan, Kurdistan. Jo se s'merren e me ato, po ne jemi pak si më... Këta edhe qik vetës. Këta mund të merren me çdo lloj shteti, po historia e kombit shqiptar me shtetin anglez ka filluar të hershme. Këta janë boshllin ndaj nesh, dhe ne nuk kemi harruar këtu të kojmë borxhin tonë. Ne kemi harruar këtu të integrohemi në jetën e tyre, dhe jemi integruar në jetën e tyre, dhe jemi pjesë e jetës tyre, jemi taksapagues të rregullt, jemi në ndihmën ekonomike e tyre. Po problemet nuk janë vetëm sepse këta merren me ne, por problemet i mbartim edhe vetë neve, disa probleme që ne nuk gjejmë atë shtëpinë tonë të përbashkët, atë përfaqësimin tonë të përbashkët, duke pasur edhe jo mbështetjen e shtetit mëm. Sepse ne po të kemi një komunitet vërtet shqiptar që dëgjohet zëri, apo përfaqësim ambasadorësh që t'i danë në krah çdo emigranti shqiptar në Britani, neve vërtet nuk mund të ishim kjo deli e zez që këta kanë vite e vite po e përmendin ditër ditës. Po kjo është një aspekt, po vetë ne si komunitet, kemi pak... Kemi dhe neve, shiko, shqiptarin vetë është egoist. Çdo shqiptar ka egoizëm. Neve kemi shoqata pafund, neve kemi njerëz të aftë në çdo shkallë të lartë të shoqërisë në Angli. Edhe kur mundohesh, ose jemi munduar t'i bëjmë bashkë, del që çdo kush ka egon e tia. Bile ka ngelur në Shqipëri dhe thuhet, sidomos në jug përmendet shpesh që ne duam autobusin për Sigjati. Dhe me thënë të jemi të gjithë në vend parë. Edhe kjo na mundon, na vret, sepse individi në vetvete patjetër që ka egon e tia dhe do t'i jap më të mirën. Po kjo e mirë e individit kur bëhet bashkë me të tjerët është në funksion të gjithë shoqërisë, të gjithë përfaqësimit që jemi këtu si shqiptar. Neve e kërkojmë personale, ne duam individuale. Çdo lloj shoqate që ke sot në Britani, po të vesh të ulesh me ta, do të thotë që po e bëjmë ne këtë, po t'jem unë i pari. Askush nuk ulet në një tavolinë trumullak. Të gjithë tavolinë duan katrore, duan këndin e tyre, duan vendin e tyre të lartë. Po kjo vjen nga historia, apo vjen si... Unë personalisht e lidh me atë që u munduan 500 vjet pushtimi otoman të bënte në Shqipëri dhe arriti t'ia dilte me sukses. Dhe me thënë që të harrish të vendosësh një përçarje, të pushtosh një vend, duhet të kesh forca, duhet të kesh armatime, duhet të kesh ushtri të rregullt, general të mirë. Kurse ata e patën pa mundur na pushtonin dhe arritën të gjë duke futur njëri tjetrin pa kënaqësi vllazërore. Do me thënë dy vëllezër, rritën t'i ndalin nga njëri tjetri, edhe dikush e pan aq mirë që po t'i japësh pushtet vëllait, ai nuk pyet as për vllain e tia. Kjo ndodhet me ne këtu. E njëjta gjë është. Ne duhet të jeshim bashkë, ne duhet të jemi bashkë, por ne jemi gjithsecili lufton në frontin e vet. A ndryshojmë ne shqiptar kur dalim jashtë shtetit, jashtë vendit tonë? A ndryshojmë, a jemi apo të njëjtit? Ne nuk jemi të njëjtit, sepse neve na mungon ajo që quhet ambrella mbrojtëse në vendin ton, ku neve jemi të diskriminuar nga padrejtësia. Po jo, po kjo ka të bëjë me atë që ti thua tani, sepse ku ne jemi kaq të suksesshëm në botën perëndimore, në Europë, në Angli, në Amerikë, në çdo vend ku vemi, pse nuk jemi kaq suksesshëm në vendin ton? Ku neve këtu harrim atje me sakrificë, me punë, me mund, me djers, atje ku të tjerët mund të kenë vite, dekada dhe nuk arrin dot, neve arrim shumë shpejt sepse është puna që na çon atje. Neve nuk kemi ardhur këtu as me anë miku, as me anë shoku, ne kemi ardhur këtu të vetëm fillikat dhe ja ku jemi sot e kësaj dite. Kemi ngritur fëmijët që sot punojnë në çdo fushë të jetës në Angli, po këtë nuk po ndodh, nuk po bëhet atje ku duhet bëhet në vendin tonë. Dakor, këtu po na lëmi çik. Do të thonë, a ndihmojmë ne njëri tjetrin dhe sa po e the ti, fëmijët tanë të brezit tonë janë integruar. Dhe po
pse na mungon kjo? Për shembull, unë mi thon fëmijës tënd, ti mi thon fëmijës tënd, që ato tash të marrin diçka në dorë. Jemi pak si shpërndam, jemi pak, do me thonë, a bëjmë për njëri tjetrin neve? Neve duam të bëjmë, e kemi në anën teorike, e kemi shumë të qartë si ide, po na mungon praktika. Na mungon ajo që është kontakti drejt për drejt me atë që duhet bërë. Në anën teorike, neve të gjithë i ushqejmë fëmijët me dashurinë për atë, me dashurinë për njëri tjetrin, me dashurinë për shqiptarët. Po problemi është sepse brezi jon është ai brez që ka lindur, është rritur dhe ka ikur në një moshë madhore nga Shqipëria dhe mallin e ka me veten e tij. Kurse fëmijët tanë kanë lindur këtu, janë rritur këtu, janë pjesë e kësaj shoqërie, janë integruar në këtë shoqëri. Sado që t'ua ushqejmë neve dashurinë për atë dheun, ata duhet të jenë kontakt atje, duhet të jenë atje. Nëse ne nuk e mundsojmë dot këtë gjë, shumë shpejt ata do të largohen. Dhe ja të larguar nga kjo pjesë. Po ja për shembull për këto probleme sot që flitet, kanë marru për avokat, kanë marru për ekonomistë, kanë marru për shumë dikë, se po i përmend tash. Si po tamam një komunitet i mirë fill, se kemi komunitet, sa po e theti, po një institucion, atë politikën, shtetin shqiptar ne e dim, dhe as kam për të ndihmuar në herë, mendimi im është. A duhet me ngrejt zonin, duhet me ngrejt sa të mundemi. Po, këtu, mrena këtij kuadri ku jemi ne këtu në Angli, po flitet shumë dhe s'kemi një farë mbrojtje, se mbrojtjen më të mirë do ta bëjë vetvetja, njeriu vetë, thonë. Pastaj duhet me prit nga sigurisht që atë e theti, jemi pa nanë, pa nana në mungon, jemi të njërë këtë që. Se nana s'po në animon. Po, është edhe një problem, unë e shty me forcë mungesa e një institucionit mirë fill, e një rregull, po një gjësha krijohet mas 3-4 ditëve, në Shqipëri bëhet kongresi i diasporës. Po sa mirë shkojnë e mlidhen atje, si ju thot partia, qeveria atje. Këta jemi ne. Dashje për dashje. Që drejmë të autobusi për drejti. Dashje për dashje duhet ta pranojmë. Janë iniciativa individësh që kërkojnë ta bëjnë komunitetin bashkë. Po sado që të jenë ndërmarrje personale, timja tënde apo kujdo, ngelet e individit, nuk ngelen dot e komuniteti, nuk ngelen dot e bashkimit, e bashkëpunimit. Neve jemi i vetmi komunitet në Britani që nuk kemi një shtëpinë tonë, House of Albania. Ne nuk e kemi këtë. Tek shtëpia tonë, shtëpia e shqiptarit në Britani, dashje pa dashje ne do të shkonim, ne do të ishim atje, do të ishim te gjuha, do të ishim te tradita, do ishim te zakoni, do ishim te kultura, do ishim te trashëgimia, te historia, do ishim te të gjitha. Këtu ke iniciativa individësh apo shoqatash që hapin shkolla shqipe dhe gjithsekush kërkon të dalë mbi tjetrin. Po pse mos të bëhemi bashkë, cila është arsyeja? Do të thonë jemi lehtësueshëm të asimilueshëm. Patjetër, kjo është ajo që ne po na ndodh sot. Ne jemi i vetmi kom që kufizojmë në vetvetja. Më thuaj një kom në botë që kufizohet në vetvetja. Neve kur sa arrim dot të shmangim kufirin te vllai, tek ai që është gjaku jon, kur sa arrim dot të japim vllait pasaportën që i takon, po ja japim atij që vjen nga Afrika apo për 15 ditë, 20 ditë dhe një shqiptari Dardanis apo të Iliriatës apo të Malsis na duhet të aplikoj 5 vjetë, 10 vjetë dhe të marri negativ në fund, çfarë kërkon? Edhe këtu të njëjtin gjë po bëj. Me këtë frym po rritemi. Këta jemi ne. Flet me shumë pasion, po çfarë përkufizon me ty patriotizmi me ty? Çfarë përkufizon? Atë dashuri patriotizëm nuk është të duash malet e larta, lumenj, detin apo pyjet. E kupton sepse edhe Naimi e ka thënë malet e larta. Poemën e tij, dashurinë që kishte për atë dheun dhe adetar që ishte. Patriotizëm është që neve patriot mua më bën nëna dhe babai. Ata që kam atje, të parët e mi, historia time, trashëgimia, gjuha. Kjo më bën patriot. Nuk më bën politika në Shqipëri patriot. Nuk më bën patriot në Shqipëri një tender apo një diun çfarë sjellin këta koncesione apo përfitime personale. Kjo nuk të bën patriot. Apo ti jesh i dhënë mbas një partie politike, nuk bësh patriot. Patriot bëhesh kur ti mendon për prindrit e tu, kur ti mendon për vendin tënd, kur ti mendon për parët e tu, kur ti mendon për trashëgiminë, historinë e vendit tënd.
Edhe e mbron kudo që ti jesh, edhe e ndihmon, je pjesë ta ndihmosh ta zhvillosh të gjë. Do me thonë ka patriotizëm, ka edhe patriotizëm me fjalë, po ka edhe me vepra. Ta thash edhe më parë, neve në ana teorike jemi të gjithë në rregull. Problemi është ana praktike, kjo na mungon neve. Sepse të marrësh një pacient të duhen të dyja komponentët, edhe praktika dhe teoria, se nuk mund ta marrësh dot drejtën e ndarjes së makinës pa të dyja këto gjëra. Dhe kjo na mungon neve. Neve jemi patriotë flak kur los kombëtarja, kur kemi ditën e pavarësisë, por ne nuk jemi patriotë flak të gjendemi atje për çdo hall e problem kanë prindrit tanë, sepse ne jemi bankomati atyre prindërve. Ne jemi pensioni atyre prindërve tanë, sepse këtu punojmë edhe mendjen e kemi atje. Kjo nuk do të jetë tek fëmijët tanë, se fëmijët tanë do ta kenë këtë fat. E kupton, sepse ne jemi këtu, rritemi me ta dhe do të jemi nesër deri të zotëve të stonë. Po ata prindër që jetojnë në Shqipëri, ata prindër që kemi ne atje, ai vendi jo ku kemi lindur, që ka më shumë nevojë për ne. Neve politika mem e shtetit ton na shikon si një bankomat dhe na shikon si patriotë flak kur u duhet votat tonë, që u duhemi ne atyre. Në momentet që këta e kanë kaluar këtë proces, neve ngelemi përsëri numra, asgjë tjetër. Pse ka shumë patriotë në rrjetet sociale? Qënë titull kur i shef atje? Do të thonë, pse ka shumë dhe a është mirë që janë ka shumë dhe a janë realisht patriotë? Unë kam marrë disa iniciativa edhe kam parë vërtet ka njerëz që janë patriotë. Ndoshta edhe nga ata që nuk shfaqen shumë në rrjetet sociale, po janë patriotë vërtet. Edhe të gjenden për një diçka që ti do të bësh ose kërkojnë mbështetjen e patriotëve tu të gjenden. Po ke të drejtë kur thuar patriotë rrjeteve sociale. Shumica e tyre janë vetëm në ato ditët kur shfaqet kombëtarja apo kur është pavarësia e vendit tënd edhe duken me flamur, nuk të bën mbajtja e një flamuri patriot. Me që jemi të Iliri, shkruan shumë. Nga të vjet kjo për të shkruar më shumë? Është realiteti, është jeta që ne jetojmë. Është ajo që unë përjetoj çdo ditë. Sepse unë vërtet jam me fizik edhe me trup në Londër, po me mendje jam në Shqipëri. Flë me Shqipërinë, zgjohem me Shqipërinë. Sepse kam kujtimet e mia atje, kam gjërat më të bukura atje, kam prindrit e mi atje, kam gjyshen të parët e mi atje, po kam historinë atij vendi që është një ndër vendet vërtet epiqendra e zhvillimit të botës. Neve jetojmë sot këtu edhe unë punoj në sektorin e turizmit edhe e shoh që i gjithë turizmi është përqendruar në Londër edhe shohen ato që kanë ndërtuar Romët. Se ndërtimet në Londër janë gjithë romake, ato vizitoj. Ose ato që kanë zhvilluar mbretëritë e tyre mbas ndërtimit të Romës. Neve i kemi të gjitha nën tokë, në vendin tonë. Neve i kemi të lëna në plurin e harresës për shkak të atyre që kanë emrin politikan, edhe kanë parë interesat e tyre, edhe na kanë dhënë rrugët e botës neve. Edhe prandaj më dhëm, prandaj shkruaj, prandaj ngre zërin. Po që të kemi një vend vërtet të fortë, duhet jemi neve të fortë. Po që të jemi ne të fortë, duhet jemi të bashkuar. Me që jemi këtu të shkrimet dhe a dëgjohet sot fjala e lirë dhe a ka kushtuar ndonjëherë kjo me bërtitja forte këtyre gjërave që i thu haptasi? Këtu ku jetoj jo, këtu je njeri i lirë dhe vërtet në bazë të emrit që kam jam i lirë, nuk ka asnjë lloj pik pyetje kjo gjë. Po atje e shoh, jo se kam ndonjë gjë kashimeje, po e shoh te njerëzit që më takojnë që më lexojnë, po nuk kanë guximin të bëjnë asnjë pëlqim, apo nuk kanë guximin të bëjnë një koment. Apo dhe të bëjnë një kritik, nuk e kanë guximin. Atje e shoh që mungon kjo gjë. Edhe kjo është arsyeja pse ne jemi në këtë, unë e quaj derengje, në këtë pikë ku ne jemi sot në vendin tonë. Sepse atje është vrarë fjala e lirë. Jo se njerëzit nuk kanë drejt flasin. Po problemi është që ti të ngrësh zërin atje ku duhet, të kritikosh atje ku duhet. Ti shef sot mbledhje që bëhen të
partive politike ku vetëm dëgjuhet një zë, vetëm zëri i liderit, e të gjithë të tjerët për mua janë ushtarë të bindur edhe lëpirës të kalibrit lartë, se nuk ka rrugë tjetër. Mirë, masi jemi këtu, kush e ka fajin tash? Masi Individi, populli apo politik? individi. Populli. Nuk dua të them popull, se popull përmbledh edhe mua dhe ty edhe këdo. Po janë individ saktuar, janë minorancë përballë një shumice. Janë minorancë përballë shumice, dhe kjo minorancë që ka pushtetin, kjo minorancë që ka të drejtën e rrogës, kjo minorancë që ka drejtën e punës, kjo minorancë që ka drejtën e fjalës, e shpreh tek ata që ka nën vetë saj, po tek ai që është më i madh i tyre dhe i drejton këta nuk ka guximin ta shpreh. Po, edhe ti pyetje masi jemi këtu edhe po flasim pak për Shqipërinë, po duhet gazmoj pak. Kemi 26 vjet. 26 vjet këtu. Dhe me sa kemi folur, ti pas gjithmonë një punë stabil, një biznes stabil, një pyetje konkrete. Nuk duhet ma tregoj Shqipërin, po a ke marrë rrogë në 2000 band, që ditën e parë që ke ardhur të deri tash? Nuk ka Nuk për e du Shqipërin. jo, po nuk ka për të fshehur, sepse mbas gishtit nuk fshet askush, po nuk ka marrë rrogë në 2000 pound. Kjo është një ndër aftësitë individuale të personit, sepse çdo kush e zgjedh vendin e punës ku punoj. Po unë e kuptoj ku do të dalësh, di shumë mirë. Si ka mundësi? Flasë edhe për vete. Po, ta bona këtë pyetje me qëllim. Sepse duhet pyes konkretisht. A e blen ti gjithë kohës ke marrë një 2000 pound në muaj? Sigurisht që ke pas shpenzime dhe gjë. A e blen do të sot ti një shtëpi në Tiranë, emigrant që 26 vjet? Shiko, Ose jo? nuk mundesh dot, edhe as nuk mundet dot askush, edhe të gjithë ata që sot kanë jo 1, 2, 3 apo kanë arritur edhe në 300 shtëpi, ta blejnë me një rrogë i punësuar në shtet. Ne jemi i vetmi vend që çdo njeri që vërtitet rreth një partie politike kërkon një vend pune në shtet. Kurse në botën perëndimore, në botën e zhvilluar, askush nuk do të punojë në shtet. Gjithmonë njerëzit synojnë sektorin privat, sepse aty janë rroga më të larta, aty ke aftësi të kesh rrogën që do ti. Kurse shteti ka një rrogë fikse, siç ndodh edhe këtu në Londër. Ka mundësi një drejtori atje, ka 10 Si ka mundësi, ka shumë mundësi, jo si ka mundësi, sepse në momentin që kur i thon atij asaj fjalës që peshku qelbet na koka, kur në momentin ai që drejton tyja është ai që se ka problem korrupsioni, se ka problem vjedhja, se ka problem matrapazllëkun, se ka problem neopotizmin, se ka problem burokracinë, çfarë do bësh ti si në punës, kur ti e blen vendin e punës, çfarë arsye e blen? Se në momentin që ti investon për bler diçka, e blen për të nxjerrë këto lekë që ke hedhur, po të fitosh edhe këto lekë që hedhur. Kjo është Themi prapë këtu ku jemi se atje janë dijen problemet dhe dijen mirë shtetuen edhe ti i thu pa frikë dhe pa ndroje. Po, kthehemi prapë këtu. Kemi fëmijët tanë. A i kemi rritë si që duhet fëmijë këtu? unë do të flas se çfarë kam bërë unë. Unë nuk mund të them se çfarë ka bërë komuniteti shqiptar apo Jo, në përgjithësi, se ne arrim edhe ambientin e një. Shiko, kur të them unë, flas për ambientin që unë njoh, për njerëzit e mi që unë njoh, për familjen time, për shoqërinë time. Unë mendoj sepse e kemi realizuar qëllimin. Flas për moshën time, e kupton? I kalon 50 vjet. Kemi realizuar qëllimin për arsye sepse jemi munduar t'i edukojmë dhe t'i shkollojmë fëmijët. Edhe sot unë jam në pozicionit që të tre fëmijët e mi kanë mbaruar universitet. Edhe ajo që unë kam dëshirë brenda vetes time është që të gjithë këtë bagazh arsimor që kanë marrë fëmijët e mi ta zhvillonin në vendin tim. Po është e pamundur. Është e pamundur për shumë gjëra që ne i kam parë. Prandaj sot fëmijët janë integruar në jetën shoqërore këtu, kanë krijuar ato marrëdhëniet e tyre me punën, me jetën, me gjithçka, kanë krijuar familjet e tyre
Edhe do të vazhdojnë kjo gjë. Mua më dhëmp edhe ndihem keq me veten time që dështova në këtë pjesë. Dështova në këtë pjesë sepse e shoh që dhe sot e kësaj dite asgjë s'ka ndryshuar, ande nga unë kam harë. Edhe kur nuk ndryshon asgjë, deri tani as fëmijët e mi nuk e gjejnë veten atje. Edhe kur them fëmijët e mi, them për shumë shqiptar të tjerë. Duhet të jesh miku i dikujt, duhet të jesh shoku i dikujt, duhet të jesh një potencial ekonomik që të gjesh në vendin tonë në Shqipëri pozicionin e punës që do, apo të zhvillosh biznesin që do. Gjë që nuk ndodh këtu ku jemi ne. Kjo është shoqëria perëndimore që ne kemi zgjedhur të jetojmë, edhe fëmijët këtu kanë ecur vetë, janë shkolluar vetë, pa ndihmën e babait, pa ndihmën e nënës, pa ndihmën e mikut, kanë dalë në jetë vetë, pa ndihmën tonë, patjetër, sepse kanë aplikuar si çdo njeri tjetër, kanë fituar vendin e punës. Krahas këtyre shkrimeve, patriotizmit të theksuar, kritik. Jo, mos kam patriotizëm theksuar, unë jam patriot si gjithë tjerë. Ato që e ke tash. S'është për të bëu çipi. Edhe prej asaj që e ke e thu, ato që mendon dhe e mendon bukur, e thu. Një gjë që e shoh te ti është edhe humanizmi. Ti përpiqesh shpesh me ca miq tu për të mbledhur ca ndihma, ca gjëra. Çfarë mund të thush diçka më konkrete për? Shikoj, ne jemi qenë njerëzore që në këtë jetë jemi kalimtar. Jemi lindur, jemi rritur dhe vi, çdo fillim ka një fund. Për gjithçka. Unë nuk njoh as babait tim, nuk kam arritur gjyshin tim ta njoh, as babait tim nuk ka arritur gjyshin tim ta njoh, edhe kështu do vazhdoj kjo, ndërbreza. Duke qenë se jemi kalimtar edhe kemi mundësinë, pse mos ta ndihmojmë dikë që ka nevojë? Po diçka konkrete që e keni vënë, po shifsha bashkë me një djalë. Po përpiqemi, ai djali është vërtet për të vlerësuar, vjen nga Mallakastra e Pelenës, jeton në Birmingham, Manchester Birmingham. Ka një shoqëri humanitare, ku dhe është i punësuar, edhe është vërtet për të vlerësuar, e kupton? Dhe unë prandaj kam mbështetur dhe prandaj e kam gjetur unë, kam vajtur unë tek ai, pa ardha ai tek unë. Edhe kemi gjetur njëri tjetrin që i besojmë njëri tjetrit. Dakor, patjetër duhet të bëjmë shumë, patjetër, sepse nuk na kushton asnjë gjë një kafe në ditë. Një kafe në ditë për ne këtu të paguajmë 3 pound apo 5 pound për një kafe nuk na kushton asnjë gjë, sikur ta kursejmë na vetja tonë për dikë që ka nevojë. Por flas për dikë që ka nevojë, jo dikë që abuzon. Jo dikë që i ka sy, duar, këmbë, siç i ka gjithkusht tjetër edhe nuk preferon të punojë. Po për ata që vërtet sot ndihen të poshtruar në vendin tonë, siç janë njerëzit me aftësi kufizuar, siç janë familje që nuk kanë asnjë lloj të ardhur, asnjë lloj ndihme, janë edhe në qell të hapur, apo familje pensionistësh që ta them me dhimbje që unë njoh familje, domethënë pensionistë në Shqipëri që mund të kenë mbi 4 vjet, 5 vjet pa e provuar mishin. Vetëm kur mund të shkojë dikush, mund të shkojë në një gosti familjare. Bravo, ky është një është realitet. Le të dalë dikush du ta thirrim më fort. Edhe ai komuniteti jonë, edhe unë në kësaj podcastit modest si është tu, dhe bëj thirrje, sepse njerëzit kanë nevojë. Po të marr një shembull. I kemi afruar, domethënë gjithmonë kjo është në bazë atyre që vinë tek ai djali që punon me këto shoqëra humanitare, bashkisë me Maliaj që kishte nevojë për 18 karroca invalidësh. Çfarë kostoje kam për një shtet që ti mundsoj 18 invalidëve të një bashkie në karrocë? Është minimale, është qesharake. Jo, po pse neve e marrim përsipër të gjitha e bëjmë, t'i gjejmë, të paguajmë dhe transportin e të shkojnë atje. Kur në vetë dhe bashkiet nuk mundsojnë dot edhe pagesën e transportit. Ku shkojnë këto të ardhura?
e përmenda Bashkimin Malia për arsye sepse është vetëm një bashki që ne kemi gjetur unë kam gjetur derën e hapur të çojë ndihmën. Sepse te bashkia ku unë jam banor i saj te Pelen, i ofrova me lekët e mia të dërgojnë zjarr fikse për ndihmë, ku duke parë situatat e zjarreve. Edhe mirë që nuk kishte asnjë lloj interesi dhe biseda që kam pasur në tavolinë me atë drejtuesin e zjarr fikseve thaj që sa të kemi Edi Ramën, sa të kemi kryetare bashkisë nuk kemi nevojë. Ku realiteti është komplet ndryshe. E kupton? Edhe deri më në fund të arritën sa thoshi që paguar. Po patjetër po them, edhe prandaj po e përmend. Nuk ka të bëjë këto me veprimet e mia, sepse si puna time shumë djem nënash edhe vërtet djem me gjak shqiptari e kanë bërë në çdo vend të Shqipërisë. Ndash me ambulanca, ndash me zjarr fikse që nga jugu deri në veri. E kupton? Po flas shembullin tim. Okej, po tash them mund ta bëjmë kam menduar një shpejt sa pyetje që ju lidhen gjithë me këtë, po shkurt i du. Shqipëria me një fjalë. Vend i mrekullueshëm, po i drejtuar keq nga shqiptarët. Londra me një fjalë, ose edhe Anglia. Vend i mundësive, po kur nuk do të bëhet shtëpia time. Patriot apo kritik? Duhet jenë dyja bashkë. Pa qenë kritik nuk mund të jesh patriot. Dhe pyetja më e fundit dhe kryesore. A do kthehesh në elitë? Dije jo nesër. Patjetër i do kthehem. Që kur kisha mundësinë, dije do isha kthyer. Jo, po do kthehem, patjetër i do kthehem sepse unë të thash, flem me Shqipërinë, zgjohem me Shqipërinë. Flem me prindrit e mi, zgjohem me prindrit e mi. Edhe sa herë që largohem prej tyre është një trishtim i brendshëm që a do të shkoj prapë ku të shkoj? Unë do të kthehem, po nuk mund të them se fëmijët e mi do të kthehen. Patjetër që çdo gjë ka kohën e vet. E mora përgjigje. Tash një mesazh për shqiptarët për shqiptarët në Angli. Dhe ato që vinë në rishtas, që vinë, do me thonë tash, një mesazh. Neve na mungon shtëpia e shqiptarëve. Te kjo shtëpia e shqiptarëve neve do të kishim mundësinë të takonin dhe këta që vinë rishtas të ndihmonin. Ndihma nuk është vetëm ana ekonomike, ndihma është edhe ligjore, ndihma është edhe përkraja, ndihma është edhe orientimi i dur që njerëzit që vinë këtu të kenë, ashtu siç na ka munguar neve kur erdhëm këtu që nuk dinim se ku të shkonim, nuk dinim çfarë të bënim, neve kemi mundësinë ta ndihmojmë njëri tjetrin. Prandaj e ka ngritur me të madhe përmend kudo, ngado, në çdo rreth shoqëror apo bisedë që bëjmë që neve na mungon shtëpia e shqiptarëve. Shtëpia e shqiptarëve do të ishte ajo pika, nyja, lise e çdo lloj shqiptari këtu në Mbretërinë e Bashkuar, po sidomos në Londër, sepse nuk jemi pak, jemi goxha. Do vazhdosh me shkrimet? Sa të kem sy që të mundohem të shkruaj, po mirë ku shikimi pasaj do mundohem të flas. Kryesisht për shqiptarët. Për realitetin. Realiteti që unë djej sepse është e drejtë. Unë të falenderoj për deri tash, po nuk kemi mbaruar. Përballë teje ke dy globa. Njëri e kam quajtur globi i mendjes, dhe ky tjetri është globi i dialekteve, po janë dialektet e veriut, të Kukësit. Për të ftoj të marrësh dy nga ato, një ose dy sa të dushti, dhe desha një mendim, nuk janë fjalët e mia, janë të filozofëve, po i kam mbledhur me avash. Tani mua do më fëllë se unë dua të marrë veç ndihmën e asistentit që quhet Syze. Vështirësitë që ti po kalon sot po ndërtojnë forcën që duhet për të nesërmen. Kjo i përshtatet asaj që unë ngre me të madhe për herë, për ditë, çdo ditë, që neve vështirësitë duhet ta bëjnë më të fortë. Neve vështirësitë duhet të janë si puna e asaj pemës që mbjell, pret që të rritet edhe
të konsumosh frutat e saj. Këto janë vështirësitë që ne kemi. E morë. Lutëm atë të tjetër. Thjeshtësia është esenca e elegancës. Ne sot po përballemi me një realitet që vërtet është mjaft, unë mund ta quaj ulëric, sepse neve sot po na shfaqet duke futur edhe këto zhvillimet e kohës, teknologjia, ChatGPT-ja, domethënë kjo emri i madh i kësaj shqiptares, që ndihmon çdo njeri, edhe po e bën të duket sikur është jashtëtoksor. Po unë mendoj që sa më afër tokës të jemi, të kemi këmbën të tokë, aq më të drejt për drejt e aq më të kuptueshëm jemi me njerëzit. 90% e botës është ajo që është jeta tonë normale. 10% janë atje lart që flasin me ato fjalët e mëdha, me atë bagazhin që kanë fituar nga eksperiencë e punës, e shkollës, e çdo gjë. Po unë preferoj të jem ky që jam, i drejt për drejt. Dhe ashtu t'jesh, dhe atë ta uroj me gjithë zemër, të shqiptar edhe një ose dy këtu, nga këto mosh me i lexu edhe këto, se Po patjetër i lexoj se këto janë të dialekteve të tona. Po ne kuptosh, merr edhe të kesh dy aty. patjetër. Dhe këto do t'i marrë. Edhe po s'u kuptova, do t'i kuptoj me paherë. Ka shku për darda të buta, ka hup udha në borë. Me atë kësaj unë nxjerr një ajo që ndodh Ka rëndom. hup udha në borë. Po, ajo që ndodh rëndom në situatën e sot në Shqipëri. E din, ha? Po, shkon, lëpihesh, interesohesh, afër dikujt për interesat e tua, po dashje pa dashje kur ai që ti i e serviru kaq shumë edhe i ke shërbyer kaq shumë bie, ty të ka humbë edhe rruga jote, se ku do shkosh nëse del. Kështu e mendoj unë. Ndaje qorrin se i vin syt. Ndaje Ndaje qorrin. se i vin syt. Unë do t'ja bashkangjis Pak do t'ja bashkangjis një thënie tjetër që thonë është amerikane, nuk e di. Mos u mundo t'i blesh peshk dikujt çdo ditë, po mësoj të peshkoj. Do të thënë të njëjtën gjë ka. Jo, aty rrotullohet. Po, të njëjtën gjë ka. Po është kjo është gana e lumës, anë nga. Pavarësisht se shiko, ti e kupton më mirë se është dialekti tënd e shpjegon më mirë. Edhe kjo Unë them se ja afërsohet kësaj. Po, vërtet. Ne jemi këta që jemi dhe nuk mundohemi dot as të dukemi sikur jemi, po jemi këta që jemi. S'kemi. Falenderoj pa mas. Gjithashtu dhe unë të falenderoj. Falenderoj sepse unë i kam qef njerëzit që i flasin drejt për drejt dhe e thonë ato që kanë ashtu si e mendojnë, po dukesh që edhe je një djalë i studiu. Do me thonë dhe dhimbsen që është një shpirt humanizmi, ne jo se një kemi shumë, e thash në hapje mund ka bo për shtypje, edhe ajo bluza jote sot, me atë simbolin e Iliriadës, është ajo që është ëndra time. Ndoshta e kap kamera se ka, po kjo është ëndra time. Që neve t'jetojmë ashtu si jemi krijuar. Pa kufi e jo të ndarë. Shqipëri, Çamëri, Iliriad, Dardani, Malsi. Kështu duhet jetojmë. Pa kufi. falenderoj, ishte një bisedë sinqertë, pak e vështirë, por pa tjetër dhe konstruktive. Falenderoj pa mas dhe jemi pritur çdo kohë në podcastin të flasim. Dhe për këtë arsye është të flasim. Të flasim, po vetëm mos bërtasim. Mos bërtasim, jo, dhe ka herë duhet të me përditë. Edhe më të falenderoj dhe të uroj suksese. Faleminderit.